Prandaj vim me një ambicje të jashtëzakonshme. Vim me ambicje të madhe të miliarda eurove investime, rreth 5 miliardë euro investime në projektet më të mëdha infrastrukturore që i ka pas Kosova, dhe projektet e LDK-s nuk do zgjasin nga 5-6 vite në rrugë që s'punohen asnjë ditë. Ministrat e LDK-s, kryeministri i LDK-s, presidenti i LDK-s do të jenë të gjithë bashkërisht të angazhuar ditë e natë që projektet përfundojnë në kohë, jo të mbesin në plon çu ka mbet kjo rruga juaj për klinë autostrada Dugazhinit që s'është bërë asnjëherë. Dugazhinit do t'i japim autostradën e merituar fshatrave tuaja, furnizim me gjën më bazike të mundshme në këtë kohë, ujë të pishëm me prioritet nacional për secilin fshat të komunës së Klinës. Do të vjen dora qeverisë tek ju, po do të kemi investime kapitale që transformojnë jetën shoqërore në Kosovë, por natyrisht shteti përveç se është zhvillim, përveç se është investim, përveç se është kujdes ndaj projekteve gjeneracionale, duhet të kujdesim edhe për hallet e qytetarëve. E kemi qartë që faturat e rrymës janë rritur, e kemi qartë se çmimet janë rritur, na lejoni që zotohemi këtu para jush me programin ton të LDK-s, me zotimin e parë që rryma, energjia elektrike, çmimi i saj nuk do të rritet, s'guxon të rritet për asnjë një cent për 4 vitet e ardhshme. Moratorium i plot në çmimet e rrymës, sepse është rritur padrejtisht derisa Kosova ka djegur miliarda euro në këto 6 vite të energjisë elektrike. Me ato miliarda euro do të kishim një dy centrale të reja me thëngjell. LDK-ja vjen me planin e vet me gaz amerikan, central me gaz amerikan, që të lidhemi mirë strategjikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e me një president e nesër që këtë lidhje na bën edhe më historike për të ardhmen tonë të sigurisë e të mbrojtjes e të interesave nacionale. Po ashtu lejoni të zotohemi që do të heqim menjëherë pas një vënes të vëshën në produktet bazike. Çmimet janë të nalta, çmimet po rriten vazhdimisht, qeveria nuk gëzon të vëzhgojë qytetarin e të unë kështu i fitoj votat. Jo, do të heqim të vëshën në bukë, miell, vaj, sheqer për produktet bazike që në javën e parë të qeverisë sonë, në mënyrë që çmimet të bien menjëherë për qytetarët e Kosovës. Dhe natyrisht, përderisa bëjmë investime e ulim çmime, do të rrisim dhe pagat. Pagat në Kosovë nuk janë të mjaftueshme me kostën e lartë. Paga e mësuesit në Kosovë do të arrijë për herë të parë në historinë e Kosovës 1.000 euro për secilin mësues, e paga polisit, ushtarit, infermierit, të zjarfiksit do të arrijë në 900 euro secilin muaj. Koeficienti jonë 150 është zotim i pandryshuar elektoral për 80.000 të punësuarit në sektorin publik. Shtesat për familje, shtesat për leona, shtesat për fëmijë nuk hiqen, nuk largohen, rregullohen me ligj dhe do të rriten secilin vit, sepse ne si të djathtë besojmë në familje, besojmë pasurinë tonë dhe ne si të djathtë nuk i lëm as pensionistët tonë në lëmosh. E para është më e rëndësishmja, a turpin e madh paraqitjeve çdo 6 muaj, a jeni të gjallë apo jo, ta heqim një herë mirë, që qeveri që se respekton vendimin e gjykatës supreme të vendit vet, nuk ka çka lyp aty. Nuk keni nevojë të paraqiteni çdo 6 muaj për të dëshmuar se jeni të gjallë apo jo. Dhe e dyta, 150 euro nuk janë as pension, janë lëmosh, do t'i bëjmë pensionet 300 euro në muaj për çdo pensionist, 2 fsheme plot për secilin pension të Republikës Kosovës. Programin ton 113 pikësh me 113 zotime që do t'i bëjmë me 110 kandidat dhe jo vetëm, e gjeni tashmë të bërë publik, dhe natyrisht këtij programi me forcën e madhe të së djathtës rrugovizmit e integrimit euroatlantik, këtë herë na vjen edhe si mbështetje, edhe si forcë, po mbi gjitha edhe si prisje një grua e fortë, një grua e zakonshme, Vjosa Osmani Sadrio.